Deri më sot nuk e kemi ditur se aloe vera trajton një problem që prek më së shumti shqiptarët. A i dini se aloe vera ndihmon në pastrimin e akneve, ose përdorimi i lëngut të saj mund të jetë i dobishëm në uljen e niveleve të sheqernave në trup. Gjithashtu shërben edhe për parandalimin e problemeve të caktuara duke qenë se ka aktivitet shumë të mirë si antioksidant. Kur mendojmë për aloe verën, gjëja e parë që na vjen në mend është përdorimi i saj për të zbutur dhe lehtësuar problemet e diellit. Megjithatë, kjo bimë kaq e pasur me lëndushqyese përdoret kudo në botë edhe në raste të ndryshme që mund t'i ofrojnë përmirësime të shëndetit tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kjo është shumë e vërtet duke qenë se bima përmban 75 lloje të lëndëve të dobishme, vitamina, minerale, enzima, sheqerna, përbërës fenolik dhe aminoacide mjaft të rëndësishme për dietën tuaj. Në këtë video, sipas Step 12, do të rendisim disa nga përfitimet mbreslënëse që do të merrni nga përdorimi i rregullt i aloe verës në dietën tuaj. Aloe vera është një zgjidhje fantastike në luftën kundër komplikacioneve të shëndetit. Bima aloe verës përmban çuditërisht nivele të larta të antioksidantëve. Këto të fundit do të luftojnë radikalet e lira, të cilat gjenden me shumicë në trupin tuaj, duke neutralizuar dhe duke parandaluar rëndimin e tyre. Atëherë, do të keni një mbrojtje më të mirë kundër komplikacioneve. Përfshirja e aloe verës në dietën tuaj do të jetë një zgjidhje shumë e mirë kundër këtyre komplikacioneve, duke rritur edhe përqindjen e shëndetit tuaj. Aloe vera është një bimë fantastike e cila do të ndihmojë edhe kundër shqetësimeve të tretjes. Bima e aloe verës përmban gjithashtu edhe lloje të ndryshme të enzimave të cilat janë të mira për sistemin tretës. Veçanërisht enzimat që ndodhen te aloe vera ndihmojnë në coftëzimin e sheqerit dhe gjithashtu edhe të yndyrnave, të cilat mund të shkaktojnë probleme me tretjen. Aloe vera përmban aminoacide thelbësore për organizmin. A e dini se aloe vera përmban 19 nga 20 aminoacide natyrale që kërkon trupi i njeriut. Gjithashtu, trupi ynë prodhon vetëm 12 nga këto aminoacide të domosdoshme, të tjera mund të merren përmes konsumit të ushqimeve dhe të pijeve. Aloe vera ndihmon edhe në shëndetin më të mirë të lëkurës, duke i rikthyer asaj shkëlqimin e munguar. Të gjithë kemi dëgjuar për mrekullinë që bën uji mineral në make-up, por ju mund të mos e dini se aloe vera përmban 10 prej mineraleve më të fuqishme që i duhen lëkurës suaj. Minerale kyçe të tilla si kalciumi, kromi, bakri, hekuri, magnezi, mangani e të tjera mund të jenë mjaft të rëndësishme për shëndetin tuaj. Aloe vera është një bimë fantastike edhe në luftën kundër problemeve të akneve dhe mund të japë rezultate të mirë në këtë drejtim. Për shkak të përmbajtjes së mineraleve të tyre, një prej të cilave është edhe zinku, i cili ka një rol kryesor për bukurinë, aloe vera mund të ndihmojë në zhdukjen e problemit të akneve. Zinku redukton yndyrën që prodhon gjithashtu edhe vetë lëkura. Disa studime kanë treguar se përfshirja e aloe verës në dietën tuaj mund të jetë një zgjidhje fantastike në mbrojtjen e shëndetit të lëkurës, gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve të saj. Aloe vera është një bimë fantastike që pakson edhe dhimbjen. Aloe vera mund të përmbajë enzima, por një në veçanti është shumë e rëndësishme për të luftuar gjithashtu edhe problemet e dhimbjeve. Kjo quhet diskinase dhe ndihmon gjithashtu edhe në zvogëlimin e inflamacioneve që mund të përdoren edhe për lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Aloe vera është një bimë fantastike e cila mund të rregullojë gjithashtu edhe dëmtimet e qelizave, të cilat mund të krijojnë një dukje vërtet të pakëndshme. Përdorimi i kësaj bime në dietën tuaj mund të jetë një zgjidhje fantastike në mbrojtjen e qelizave dhe mbajtjen e tyre më të shëndetshme. Ato ndihmojnë gjithashtu edhe për shkak të veprimeve të tyre antiinflamatore në mbajtjen e shëndetit më të fortë të lëkurës. Aloe vera është një zgjidhje fantastike edhe për ata persona të cilët duan të kenë një shëndet më të mirë të flokut të tyre dhe një rritje më produktive të tyre. Aloe vera ndihmon në rritjen e flokut duke nxitur rritjen e qarkullimit të gjakut në skalpin e kokës. Enzimat përbërëse japin aloe verës një mbrojtje të fuqishme kundër këtyre komplikacioneve.
Sipas Step to Health, aloe vera është një bimë fantastike edhe kundër luhatjeve të sheqerit në trup. Nëse doni që të përmirësoni nivelet e sheqerit në trupin tuaj, aloe vera mund të cilësohet një zgjidhje fantastike për të ushtuar në dietën tuaj. Kjo sepse do të ndikojë pozitivisht kundër luhatjeve të sheqerit. Do të jetë një stabilizues shumë i mirë i çështjeve tuaja kundër sheqerit dhe gjithashtu do të parandalojë edhe komplikacionet e tij. Aloe vera është një zgjidhje shumë e mirë kundër djegjeve. Studime të ndryshme sipas Step to Health kanë cituar vlerat kryesore të aloe verës kundër djegjeve. Ato kanë treguar se kremrat nga aloe vera ose gjeli natyral i saj mund të jenë zgjidhje natyrale kundër këtyre komplikacioneve dhe rezultatet që do të keni do të jenë vërtet të larta. Disa substanca të aloe verës lehtësojnë entjen dhe përmirësojnë procesin e shërimit dhe kështu mund të cilësohet një mburojë vërtet për organizmin tuaj. Përdorni aloe vera nëse keni djegje të lëkurës ose probleme të cilat mund të vënë në vështirësi rigjenerimin e saj. Është e rëndësishme që të përdoret gjithmonë me kujdes. Aloe vera gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese edhe kundër problemit të ulçrave. Disa studime tregojnë se aloe vera mund të jetë një zgjidhje shumë efektive kundër zhvillimit të ulçrave në gojë. Përdorimi i xhelit të saj në formën e gargarës do të jetë një mburojë efektive për shëndetin tuaj dentar, citojnë ekspertët. Gjithashtu, nëse keni puçra në fytyrë, mund të përdorni bimën aloe verës në reduktimin e problemit të tyre. Ullëntime sugjerojnë se gjeli aloe verës mund të ndihmojë në pastrimin e akneve nëse e përdorni atë si duhet. Gjithashtu, aloe vera mund të jetë një mburojë fantastike edhe kundër shqetësimeve të kapsllëkut. Aloe vera do të funksionojë si një laksativ natyral, i cili do të mundësojë tretjen më të mirë dhe gjithashtu largimin e problemeve të kapsllëkut. Aloe vera duhet të shmanget në disa raste, sidomos kur merrni medikamente të caktuara, pasi në këtë mënyrë mund të kundërveprojë me përdorimin e tyre dhe gjithashtu mund të mos jetë një zgjidhje mjaft e dur për këto shqetësime. Përfitimet që merrni nga aloe vera janë vërtet të larta, sidomos edhe në betejën kundër shqetësimeve të tretjes. Për shkak të efekteve laksative, lëngu i aloe verës mund të ndihmojë në përmirësimin e lëvizjes së zorrve. Megjithatë, nuk duhet të përdoret si zgjidhje afatgjatë dhe duhet të përdoret me kujdes në mbikëqyrjen e një mjeku. Aloe vera do të mbrojë shëndetin e lëkurës. Sipas Cleveland Clinic, dehidratimi mund të jetë shkatrimtar i akneve. Duke ndihmuar hidratimin nga brenda, lëngu i aloe verës mund të ndihmojë shumë në këtë rast. Aloe vera ka veti të mira antiinflamatore. Vitamina C, vitamina E në aloe vera funksionojnë si antioksidant që ndihmojnë në reduktimin e inflamacioneve. Ato luftojnë radikalet e lira të cilat vinë nga ndotja, duhani dhe alkooli, shpjegon Silverman. Nëse trupi juaj është dëmtuar nga stresi oksidativ, antioksidantët që gjenden te aloe vera ndihmojnë në rigjenerim. Forcojnë sistemin imunitar. Falëpërmbajtjes së vitaminës C, aloe vera ndihmon sistemin imun duke mbështetur procesin e shërimit në përmirësimin e funksioneve mbrojtëse të trupit. Ajo lehtëson urthin dhe refluksin. Një studim i vitit 2015 tregoi se shurupi i aloe verës ndihmon në lehtësimin e simptomave të refluksit të acidit dhe mund të lehtësojë edhe problemet të çrregullimit të tretjes. Ajo mund të përmirësojë shëndetin kardiovaskular. Një studim i vitit 2024 siguroi se personat që pinë lëng aloe vera të pashuruar me përbërës të xhelit natyral të saj patën ulje të ndjeshme të triglicerideve pas vakteve. Është e rëndësishme që nëse merrni medikamente të konsultoheni më parë me mjekun tuaj për të evituar kështu gabimet në përdorimin e saj. Xheli aloe verës është fantastik edhe për rigjenerimin e lëkurës, ndaj mos nguroni ta përdorni atë si duhet në dobi të shëndetit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.